Thoni ju qeveria nuk reflekton, nuk digjon. Qa bëri qeveria sot, qa bëri qeveria shqiptare? Qeveria shqiptare, të gjitha të ardhurat që kanë ardhur si pasojë e inflacionit të hidrokarbureve nga lufta në gjirin persik, të gjitha të ardhurat, jo vetëm dhe mos e përqeshni atë, sepse është një kërkesë absolutisht emergjente dhe nuk ka nevojë ta përqeshim. Dhe të gjithë jemi të prekur, sepse të gjithë kemi familjar, kemi prindër që kanë sakrifikuar dhe kanë një pension shumë modest që nuk e meritojnë. Tani, qa bën qeveria shqiptare? Qa bën qeveria shqiptare? Edhe njerë, ju lutem, nuk të përpiqem të fitoj debatin mediatik me ju, dua që shoqëria të fitoj debatin e sfidave që kemi. Tani, qa bën qeveria shqiptare sot? Të gjitha të ardhurat shtesë në buxhetin e shtetit shkojnë për familjet që kanë fëmijë me aftësi ndryshe, dhe personat që shkojnë në mbështetje të tyre, shkon për një bonus për pensionistët, absolutisht modest, po absolutisht i nevojshëm. Kjo është pra një qeveri që kërkon ta fitoj me shumë mund dhe pun të gjithë besimin dhe ta rris besimin përmes llogaridhënies dhe reflektimit. Kështu që ju lutem, mi evitoni këto ekstremitetet. Vetëm kur ka zgjedhje, ka protesta apo duhet të ishim nuk besoj që kemi zgjedhje në një korrik. Megjithatë nuk kërkojnë rritje. Kot i rritet se nuk kërkojnë rritje pensionet. Rritja e pensioneve është brenda gjitha asaj që kërkoi këta. Edhe një herë, ne do jepni nga një gjithë pak nga pak ju e di unë, madje sot të status ai, sot të status ai paralajmëronte edhe qeveri të re. Ai tha do futemi me qeveri të re, do vete qeveri të re, ai e di. Sfida që kemi përpara nuk është më fakti që ne duhet të shpërndajmë më shumë të mira publike dhe të ketë një më shumë barazi. Të pyesni mendimin tim për modelin ton zhvillimor të dekadës së fundit, patjetër që ka qenë një model zhvillimor që ka dhe drejtëhijet e veta. Kemi ulësirën perëndimore dhe Bregdetin, dhe Tiranën, Durrësin, Vlorën, të cilët ka njohur një zhvillim absolutisht transformues dhe si nata me ditën, nga ana tjetër kemi gjithë hinterlandin e tokave tona që patjetër janë ende në një realitet që nuk duhet ta kishin 2026. Këto janë sfidat e të ardhmes, nuk janë sfidat e të ardhmes se si opozita do udhëheqi protestën. Kjo pun nga koha. Shiko. Jo, një pyetje kisha, do lutem se ma një pyetje. Vazhdo, fol, po vetëm kur të ma jap kohën. Patjetër. Keni nevojë më shumë se mua për të folur. Për të kursyer shumë të sinqert zotit Bunçi, lutem, duke qenë se the bashkëpunimi i forcës Partisë Socialiste me kartelet, me krimin e organizuar, me kartelet e drogës. Lutem zotëri, a jeni distancuar ju si forcë politike kur vëllai një deputete pati një akuzë për si përfaqësuese dhe si koka e një grupi kartele droge? A keni deklaruar njëri juve? Se unë e di që është vazhdon ende të deputete zonja në fjalë. Edhe nuk e ka marrë nga akuzën nga këtu, që mund të mendohet që është e fabrikuar, po e ka marrë akuzën. Narkoshtetin e bën qeveria, Fred. Narkoshtetin e bën qeveria se duhet të kesh dorë polici. Kuptimi i narkoshtetit është dorë policin që narkoshteti ka ikur më i nderuar. I keni pasur juve gjitha këto pushtete. Duhet të kesh në dorë portë. Të lutem, delegitimimin e policisë shtetit, delegitimimin e sigurisë kombëtare, delegitimimin e administratës, mua nuk më keni fare aleat për këtë gjë dhe është dëmi më i madh që mund t'i bëni vendit duke linçuar çdo institucion. Mund të kritikoni ministra, mund të më kritikoni mua, mund të mos më respektoni mua, po me administratën boll më, sepse nuk ja u toleron as shqiptarët as protestuesit. Ky është narkoshteti. Po s'mu përgjigje pyetjes më nderuar. Po t'ja përgjigje. Ka narkoshtetin me administratën time. Është njerëz që punojnë me dëshmëri për këtë vend. E që punojnë nga gjynatar, që nga ana juaj qeverisë përfilleshin, as stimuli me paga, as stimuli për kraje. Me lek pa kredi bankare, po këtë po të them. Ka ikur Shqipëria nga raporti ndërkombëtar i pastrimit parave, zotëri, se jam ekonomist, mos ma fyej inteligjencën. Të lutem. Financial Times thote, Rama thote nuk jam unë kumbari, se ai është kumbari, që i thot arkitektit hajde, ke këtë firmë ndërtimi,
Mbrapa janë lekë të drogës, tokën ta japun, ja marrë privatet të shtetit. Kryeministri Edi Rama ka sjellë studiot projektuese prestigjioze dhe ndërkombëtare që ruan të gjithë hapësirën. Ruan të gjithë hapësirën ekonomike, zhvillimin ekonomik, zhvillimin e një investimi të biodiversitetit, është vetëm fali Edi Ramës nga studiotë. Se ju jeni marrë me ura tallashe më zotëri dashur. Juve s'dini çfarë janë studiet ndërkombëtare më ndër. Ju nuk dini si bëhet studiet ndërkombëtare më. Po kjo është pra. Unë mund bëja një pyetje, ti s'ma kthe përgjigje. Po jo, pra mos më devijo presidenti para kemi frikë. Deklaratë e sekretarit Po pra, shkarko deputetën tuaj me nderuar që ka dalur. Ju ka dalur përfaqësues familja e saj përfaqësues edhe koka të drogës. Me karteret e drogës e bën vetëm garancia shtetërore. Çfarë garancie? Garancia shtetërore. Fal reformës në drejt ciklit i bën luftën më të madhe të këtyre kartelave më i nderuar. Krim organizuar shqiptar thot departamenti. Apo harrove Lazaratin kohën tuaj si ishte. Është mbi Ju e Lazaratin e mbajtët edhe le çfarë luftë bënin.